Përshëndetje nxënës. Uroj të jeni mirë. Në leksionin e sotëm, në lëndën e matematikës, në klasën elektronike ose në e-klasën, do të mësojmë njësinë mësimore të shprehurit e thyesave si përqindje. E dini se thyesat mund të paraqiten si thyesa dhe anasjelltas. Thyesat dhe përqindjet i hasim kudo si, për shembull, në shitore, në qendra tregtare, në pajisjet e ndryshme elektronike, siç është telefoni, laptopi e tjerë. Të shprehurit e thyesave si përqindje. Edhe pjesët tjera mund t'i shkruar si përqindje me gjetjen e thyesës me vlerë të barabartë dhe emërues 100. Për shembull, një shkollë ka 100 nxënës. 1/2 e tyre janë vajza. Sa përqind janë vajza? E dini se gjithnjë 1/2 paraqet gjysmën e diçkaje. Atëherë parashtrohet pyetja: sa është 1/2 e numrit 100? 1/2 e numrit 100 është 50. Këtë do ta tregojmë me një ilustrim. Në figurën e dhënë nga 100 katrorët, 50 katrorë janë të ngjirosur me ngjyrë të kuqe, çka do të thotë se 50% e figurës është ngjirosur. Në këtë figurë do të paraqesim thyesën 1/4 ose çerekun e një tërësie. Pyetje: sa përqind është ngjirosur sipërfaqja e figurës? Në këtë situatë, siç po shihni, figura ka 100 katrorë, nga 100 katrorët janë të ngjirosur vetëm se 25 katrorë. Çka do të thotë se 1/4 e figurës është ngjirosur me ngjyrë kafe, kurse pjesa tjetër është e pangjirosur. Dhe si thyes mund ta shprehim si 1/4. 1/4 mund të paraqitet edhe si thyes si 25 thye për 100. Nga e fituam 25 thye për 100? Duke shumëzuar numrin 1 me 25 dhe numrin 4 me 25, që do thotë se kemi shumëzuar me të njëjtin numër edhe numëruesin edhe emëruesin, duke pasur kujdes që të ruajmë ekuivalencën ose barabarsinë e thyesës. 25 thye për 100 ose 1/4, kur shprehet në përqindje, kjo i bie 25%. Në këtë situatë, thyesa 1/4 është e shprehur në përqindje si 25%. Këtu kemi një 25-she, prap një 25-she tjetër, prap një 25-she tjetër. Këto 3 25-she paraqesin figurën e pangjirosur, kurse figurën që tash, numrin 25 që tash do e paraqesim, kjo tregon pjesën e ngjirosur të 25 katrorë në këtë situatë. Të ashtu, kur mbledhim 25 plus 25 plus 25 është e barabartë me 75. Do thotë 75% e këtij katrori është e pangjirosur, kurse 25% e katrorit është ngjyrë kafe. Shndërrimi i përqindjes në thyes. Këto kemi paraqit 4 shembuj. Në shembullin e parë, 15%. Si thyes mund ta shprehim si 15 thye për 100. Kur kjo thyes thjeshtohet duke pjesëtuar numrin 15 me 5 dhe numrin 100 me 5, që do thotë se me të njëjtin numër kemi pjesëtuar edhe numëruesin edhe emëruesin dhe kemi fituar thyesën 3 të 20.
Shkojmë në shembullin 2. 75% është e barabartë ose mund të shprehet edhe si 75 thyje për 100. Kur këtë thyjes e thjeshtojmë duke pjesëtuar edhe numëruesin edhe emëruesin me të njëjtin numër, në këtë situatë me numrin 5, atëherë fitojmë 15 thyje për 20. Nëse edhe një herë e thjeshtojmë, atëherë fitojmë thyesën 34. Shkojmë në shembullin 3. Në shembullin 3 kemi marrë 4%. 4% që mund të paraqitet edhe si thyes në këtë situatë si 4 thyje për 100. 4 thyje për 100, kur të thjeshtohet, duke e pjesëtuar me të njëjtin numër, edhe numëruesin edhe emëruesin. Në këtë rast me numrin 4, atëherë fitojmë thyesën 1 thyje për 25. Shkojmë në shembullin e 4. 12 presje 5% si thyes mund të shkruhet si 25 thyje për 100. Kur këtë thyes e thjeshtojmë duke pjesëtuar edhe numëruesin edhe emëruesin me numrin 5, atëherë fitojmë thyesën 25 thyje për 20. Kur edhe një herë këtë thyes e pjesëtojmë me 5 edhe numëruesin edhe emëruesin, fitojmë thyesën 5/4 ose thyesën jo të rregullt ose thyesën jo të pa stër. Etiketet e poshtë tregojnë sa përqind e çdo njërit prej materialeve është shfrytzuar për të punuar një pëlhurë. Mbaj mend se përqindjet e të gjitha pjesëve përbërëse nga një e plot duhet të kenë shumën 100. Gjej përqindjet e pamukut në çdo njërin prej pëlhurave. Cila pjesë prej çdo pëlhure është pamuk? Në pjesën e parë kemi pambuk, ku këtu nuk e dim përqindjen, poliester kemi 25% dhe nailon 12%. Në figurën e dytë me ngjyrë të katërt kemi pambuk, nuk e dim përqindjen, stilasi kemi 3%. Duke pas parasysh se duhet të kemi numër të plot 100, atëherë 3% plus 97% është e barabartë, do të thotë me 100%. Çka i bie se për këtë pëlhurë është përdorur 97% pambuk. Në figurën e tretë, lino, që është 50% është materiali lino, por nuk e dim se sa pjesë janë përdorur për përpunimin e pëlhurës në këtë situatë. 50% për të fituar numrin 100% duhet t'i shtojmë dhe 50% pambuk dhe fitojmë numrin 100, që kemi fituar 100% të pëlhurës. Pambuk nuk e dim, lino kemi 12%, elasten 33%. Kur të mblidhet lino dhe elasteni, pjesa e mbetur është pambuk. Te figura e fundit, pambuk. Nuk e dim, poliester është 10%, stilastik 8%. Kur mbledhim 8% dhe 10%, atëherë kemi 10% bashk poliester dhe stilastik. Dhe tash në këtë situatë 10% plus 90% i bie 100%. Çka do të tregon figura se 90% është përdorur pambuk. Shkojmë më radhë. Sa katror janë të ngjyrosur me ngjyrë të gjelbër dhe sa katror janë të ngjyrosur me ngjyrë të kaltërt. Katrorët me në figurë shprehin si thyesa dhe si numra decimal. Këtë do të paraqesim me një detyrë që e kemi zgjidhur. 75% është e barabartë, ose mund ta shkruajmë si shprehje 75 thyje për 100, që është e barabartë me 3/4. Nga e fituam
thyesën 34-tat. Logikisht e dim se 75% është 34-tat. Në këtë situatë, duke përdor thyesat, atëherë numëruesin kemi pjestu me numrin 25 dhe emëruesin gjithashtu kemi pjestu me numrin 25. Nga pjestimi i kësaj thyese, edhe numëruesin edhe emëruesin me numrin 25 fituam thyesën 34-tat. Shkojmë me detyrën e radhës. 25% është e barabartë si 25/100, ose shprehur në thys është si 25/100. Kur këtë thyes e thjeshtojmë edhe numëruesin edhe emëruesin me 25, atëherë fitojmë thyesën 1/4. Nga detyrat e zgjedhura, konstatojmë se 75% e katrorëve janë të ngjyrosur me ngjyrë të gjelbërt, kurse 25% e katrorëve janë të ngjyrosur me ngjyrë të kaltërt. Këtu po shihni një figurë e cila është e përbërë nga dy pica. Pica e parë në këtë situatë është 75% e hekur, kurse në anën e djathtë 34, çka do thotë se picës dytë i mungon 34-tat e pjesëve. 1/4 e pjesëve do thotë 34-tat janë aty. Vazhdojmë me detyra tekstuale. Këtu kemi një detyrë tekstuale çka duhet bashkarisht ta zgjidhim. Leonora është përgjigjur saktë në 20% të pyetjeve. Sa përqind të pyetjeve nuk ju është përgjigjur saktë. 100% minus 20% është e barabartë me 80%. Këtu e shënojmë 100% duke pas parasysh se po flasim për përqindjet, sepse përqindja përmban numrin 100. Shkojmë detyrën e radhës. Në klasën e 5-2 ka 20 nxënës. Prej tyre 75 janë djemë. Sa djemë ka në klasë? 75 kur pjesëtohet me 100, atëherë fitojmë numrin dhjetor ose numrin decimal 0,575. Kur këtë numër e shumëzojmë me numrin 20, atëherë fitojmë 15. Nga detyra e zgjidhur derse në klasën e 5-2 ka 15 djemë. Shkojmë detyrën e radhës. Nxënësit e një shkolle kanë shkuar në ekskursion me 2 autobusa. Autobusi i parë ka marrë 50 nxënës, kurse autobusi i dytë ka marrë 40 nxënës. Nga të dy autobuset ka shkuar 40% e nxënësve, vajza. Sa vajza ka shkuar në ekskursion? Shkojmë me detyrën e parë. 40%, me që e dim se nga autobuset, nga nxënësit që kanë pas, 40% ka qenë vajza. Tash ne na intereson të gjejmë numrin e vajzave, sa vajza kanë shkuar në ekskursion. Këtë shprehim si 40%. Nga 40% rrihet se 40 pjesëtohet për 100. 40 pjesëtohet për 100. Kur pjesëtohet, fitojmë 0,54 dhe këtë numër e shumëzojmë me numrin 50 dhe fitojmë numrin 20. Përgjigja, me autobusin e parë kanë udhëtuar 20 vajza. Atë shohim tash me autobusin e dytë. Në autobusin e dytë gjithashtu kemi përqindje parasysh 40% të vajzave. Kur këto 40% e vajzave pjesëtohet me numrin 100, fitojmë gjithashtu numrin 0,54. Kur këtë numër 0,54 e shumëzojmë me 40, atëherë fitojmë numrin 16. Me autobusin e dytë kanë udhëtuar, do të thotë 16 vajza. Nga autobusi i parë që ka 20 vajza, dhe në autobusin e dytë 16 vajza, krejt këto përbëjnë numrin 36 dhe këtu del përgjigja se në ekskursion kanë shkuar ose kanë udhëtuar 36 vajza. Detyrë shtëpie.
Në një sallë kinemaje ka 100 ulse. Prej tyre 15 ulse janë të gjelbërta, kurse 35 ulse janë të verdha, 30 ulse janë të kalta dhe 20 ulse janë ngjyrë vjollce. Detyrë. Në A tregoni sa përqind e ulseve janë të gjelbërta, në B trego sa përqind e ulseve janë të verdha, në C trego sa përqind e ulseve janë ngjyrë vjollce dhe në Ç trego sa përqind e ulseve janë ngjyrë të kaltërt. Këto ishin detyrat që do t'i zgjidhni. Në vazhdim, ju kam sjellë disa linqe që ju duhet të bani aktivitete si detyrë shtëpie, në lidhje me përqindjet dhe thyesat. Në linkun e parë, 2, 3 dhe 4 keni disa linqe që ju do zhvilloni aktivitete interaktive ose aktivitete online në shtëpi, që të gjitha këto që i mësuam të i shprehni edhe këtu aftësitë e juve dhe njohuritë e tyre që i morën të i shprehni në këto aktivitete që këtu do t'i zhvilloni në detyrë shtëpie. Ju falenderoj që më ndjekët. Uroj që së shpejti të ktheheni në bongat shkollore.